U rikthyem sërish në studio, kësaj radhe kemi pjesën e të ftuarve të musafirëve tanë. Sot do të flasim për një temë shumë e rëndësishme për të gjithë të rinjët të interesuar për artin, teatrin, aktrimin e kështu me radhë. Regjistrimin e studentëve në Fakultetin e Arteve Dramatike. Se cilët drejtimi i ofron ky fakultet? Për më tepër të ftuar në studion tonë kemi zotrin Besfort Idrisi, dekani i Fakulteteve të Arteve Dramatike në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup. Përshëndetje zotri Besfort, mirë se erdhët në emisionin në ritmi i ditës. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Atëherë na tregoni se cilët janë drejtimet e studimit që ofron Fakulteti i Arteve Dramatike për studentët e rinj. Ne në Fakultetin e Arteve Dramatike këtu në Shkup kemi disa drejtime, por jo gjitha drejtimet i ofrojmë për çdo vit. Do thotë kemi drejtim për aktrim, drejtim për regji teatri, regji filmi, drejtim për kamerë, ose kinematografi, drejtim për montazh, drejtim për produksion dhe për dramaturgji, por në vitet caktuara ofrojmë vetëm disa nga këto drejtime dhe kjo bëhet për arsye se spari nuk duam që të krijojmë një hiperproduksion të kuadrove të reja, të cilët mendoj nuk do munden ta gjejnë veten në tregun e arteve ta quajnë atë mënyrë. Dhe veç asaj jemi edhe si një fakultet i vogël me pak student, ku për çdo vit pranohet një numër relativisht i vogël i studentëve dhe në këtë mënyrë edhe vetë arsimimi aty është shumë më tepër në bazë personale dhe individuale dhe punë të ndërmjetme mes profesorit dhe studentit, në një farë mënyrë punë mentoriale dhe ka shumë pak, pothuajse as pak punë siç ka në për fakultetet tjera ku profesori ligjeron et katedra me ndalet para një auditoriumi prej 100-200 studentëve, ai ligjeron dhe kush kuptoi, kush jo, do vi semestrin e ardhshëm do kuptoj më mirë. Kështu që të ne puna shumë më individuale dhe qasja shumë më direkte ndaj studentëve tanë dhe për gjitha këto arsye ne nuk ofrojmë për çdo vit të gjitha drejtimet që i kemi në fakultet, por është bërë një lloj ndarjeje dhe prandaj këtë vit ofrojmë vetëm aktrim dhe produksion. Ne në aktrim kemi klasa, ti quaj klasa apo grupe të cilat studiojnë aktrimin në gjuhë shqipe, turke dhe maqedonase. Në gjuhë shqipe dhe në gjuhë turke ato grupe formohen një herë në 4 vjet, pra një gjenerat kalon dhe mandej vjen gjenerata e ardhshme. Tani për tani ajo gjenerata si për klasën turke edhe për klasën shqipe janë në viti i dytë, prej tetor bën viti i tretë, kështu që pas 2 viteve do ketë pranime konkurs për student të rinj për aktrim në gjuhë shqipe dhe gjuhë turke. Momentalisht kemi vetëm në gjuhë maqedonase, por nuk do të thotë që ndarja aty apo seleksionimi gjatë këtij konkursi bëhet mbi baza etnike, përkundrazi seleksionimi bëhet mbi kualitetet që i kanë studentët dhe mbi talentin pikëpari. Dhe kështu që çdo kush që e sheh veten që në të ardhmen të merret me këto profesione, gjithsesi që është i mirëseardhur që të konkurrojë. Pikërisht. Mund na tregoni më shumë për secilin drejtim, çfarë përfshihen në këto programet studimore? Po, do të thotë gjitha drejtimet ne i kemi 4 vjeçare dhe e ndjekim atë sistem të studimit 4+1 dhe tani për këtë vit, siç thash, do kemi konkurs për aktrim dhe për produksion. Për aktrim besoj që më pak do duhet të sqaroj sepse njerëzit e dinë se çka është aktrimi, pra flasim aty për aktrim i cili kryesisht është i bazuar në teatr, në aktrim skenik, por jo vetëm, sigurisht që e përfshim edhe filmin, përfshim edhe televizionin, edhe media tjera dhe gjatë studimit tyre do ballafaqohen dhe do studiojnë lloje, stile, qasje ndryshme të aktrimit,
kryesisht bazuara në shekullin e 20, sepse atëherë kanë ndodhur ato, të them, revolucionet e mëdha sa i përket aktrimit, televizionit, filmit dhe teatrit në përgjithësi. Dhe siç thash, janë 4 vite, çdo vit do kenë, sidomos në lëndën kryesore, pra në aktrim, do kenë nga 2 provime. Ato provime zakonisht janë publike, luhen para publikut, dhe ju ngjasojnë shumë shfaqjeve teatrore siç i shohim nëpër gjitha teatret. Dhe mbas të asaj se çfarë rezultati arrihet në këto provime, sigurisht që studentët do t'i kenë notat e tyre dhe do vazhdojnë me studimin e tyre. Pas 4 viteve sigurisht bëhet një shfaqje për diplomë, shfaqje e diplomimit, shfaqje e cila në shumë të rasteve bëhet në një nga teatrot profesional dhe me shumë gjasa që në rast se ato teatro dhe shfaqin interes, mund të mandej ajo shfaqje të vazhdojë të luhet në ato teatro. Dhe rastet të tilla kemi pasur jo pak në kohën e fundit. Kështu që shfaqjet që janë studentore, të themi, në fund përfundojnë nëpër teatrot profesionale dhe e vazhdojnë jetën e tyre në ato teatra. Dhe sigurisht që mandej edhe nëse flasim për punësime, për gjërat e tilla, edhe punësimet e studentëve tanë bëhen në mënyrë shumë më të lehtë, sepse veç më teatrot i njohin, publiku i njeh, dhe disi i kanë dyert e hapura janë të njohur për të arritur deri te kjo pikë e rëndësishme e jetës tyre. E jotës. Kjo është sa i përket aktrimit në pika shkurta, sigurisht që aty kanë edhe shumë lëndë tjera, nuk është vetëm aktrimi, por për këtë fola pak më tepër, si një prej provimeve më të rëndësishme, do thoja. Ndërsa sa i përket produksionit, produksioni do thoja që fatkeqësisht në mesin e shqiptarëve si duket nuk është aq i njohur qoftë si profesion, ndoshta edhe akoma më tepër si një mundësi për të studiuar, sepse në të kaluarën kemi pasur, do thoya, pak producent apo pak student shqiptar që janë regjistruar në këtë drejtim. Dhe ja, një mundësi e re për gjithë ata që na dëgjojnë që të njihen edhe me këtë profesion. Pra bëhet fjalë për një profesion i cili është në prapavi, një profesion që nuk e shohim para kamerave, nuk e shohim në skenën teatrore, publiku në shumë të rasteve ndoshta edhe as e njeh, as e din se kush është, por realisht është personi kyç në gjitha këto gjëra. Pra bëhet fjalë për qoftë për film, qoftë për shfaqje teatrore, bëhet fjalë për njeriu i cili sa është artist, po aq është edhe menaxhues dhe po aq është edhe organizator i gjitha ngjarjeve që ndodhin dhe i gjithë projektit që nga fillimi deri në fund. Në shumën e rasteve ideat fillestare dalin nga producentët dhe mandej producenti është ai i cili i mbledh gjithë profesionistët tjerë duke i numëruar këtu regjisor, dramaturg, autor, skenarist, kameraman, deri te aktorët e gjithë të tjerët, është producenti i cili i mbledh ata, e kompleton ekipin dhe e realizon idenë e tij, projektin e tij. Pra shfaqjet apo filmat janë në fund të ditës janë projekte autoriale të producentëve, ndërsa gjithë tjerët janë ata që e realizojnë projektin e atyre. Kështu që nga njëra anë sa është punë organizative dhe menaxhuese, po aq është edhe punë shumë artistike dhe shumë kreative. Keni menduar që në Fakultetin e Arteve të gjithashtu të shtoni edhe drejtime tjera të reja? Drejtime të reja, jo, por kemi menduar, sepse nuk është që ka nevojë për ndonjë drejtim të ri, por kemi menduar për të bërë disa ndryshime në mënyrën e studimit dhe në mënyrën dhe në këtë qasje të ofertës dhe të konkurseve që ndodh një herë në 4 vite,
sepse si që thash më parë, do të thotë aktrimi në shqip dhe në gjuhën turke është 1 herë në 4 vite, po e njëjta ndodhet edhe për producentët, cilët tani ka konkurs për producent dhe mandej konkursi rashëm vetë pas 4 viteve, e njëjta ndodh për regjisorët, qoftë për film, qoftë për teatr, e njëjta ndodh për kameramanët, për montazherët, për dramaturgët e kështu me radhë. Dhe ideja, një nga ato iniciativa që i kemi filluar në fakultet dhe që merremi me një lloj analize që quajmë se çfarë do na pret dhe çfarë si do duhet ne si fakultet përgatitemi për një ndryshim të tillë, është ndryshimi që mendojmë ta bëjmë ta kthejmë sistemin 3+2 dhe fillimisht sidomos për këto katedrat apo drejtimet filmike, krijojmë një pak a shumë tani si ta quaj si me titull pune shkollë apo studime filmike, ku për 3 vite gjithë studentët që do regjistrohen aty do i mësojnë gjitha gjërat, do mësojnë edhe regji filmi, edhe montazh, edhe kamerë, edhe skenar, që mandej pas 3 viteve të zgjedhin mandej në master, të zgjedhin ata se çfarë do duan të punojnë më tepër dhe në atë mënyrë të profilizohen. Dhe ideja është që duke u nisur sidomos nga kërkesa në treg, sepse në shumën e rasteve kemi sidomos për këto drejtime, për kamerë dhe montazh në veçanti, kemi shumë raste ku studentët tanë që akoma pa e kryer fakultetin, vetëm janë të kërkuar, fillojnë punojnë dhe disa prej tyre madje edhe humbin fakultetin, nuk i kryejnë studimet për shkak të angazhimeve të shumta në për produksione të ndryshme dhe për këtë arsye e shohim të arsyeshme që sa më tepër të prodhojmë njerëz të cilët apo gjenerata të rashme, profesionistë të rashëm, që do jenë të gatshëm të kryejnë gjitha gjërat dhe mandej në rast se ndokush prej tyre dëshiron që ta vazhdojë studimin, të thellohet në një lloj problematike të kësaj fushë, atëherë të vazhdojë në master në atë +2-shin dhe aty të jetë, themi, më i mbathur profesionalisht për një nga drejtimet. Pikërisht. Zoti Besurilli, mund të na të thoni se tani më jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik. Si shkon procesi i regjistrimit në Fakultetin e Arteve, cilët janë të themi kriteret kryesore për pranimin e një studentit në këtë fakultet? Ka ndonjë konkurs, të themi audicion që duhet të kaluar studenti? Po, sigurisht. Këtu ne bëjmë një dallim si fakultet nga fakultetet tjera, ku kemi provime pranuese dhe këto provime pranuese do thoya që janë mjaft rigoroze dhe këtë nuk e them për t'i si them për t'i friksuar për t'i friksuar studentët e arshëm, përkundrazi, këtë e them si për t'i paralajmëruar ata që duhet përgatiten dhe po deshen të regjistrohen te na, dhe të japin maksimumin e tyre, talentin e tyre ta shfaqin. Prej tani të fillojnë të vinë në fakultetin tonë, të interesohen, quajnë se çfarë duhet të bëjnë, si duhet përgatiten. Kemi edhe disa kurse parapërgatitore që i bëjmë për të udhëzuar sa më mirë studentët potencial dhe ky provim pranues bëhet në 2 faza. Është gjatë disa ditë, dikon rreth 1 javë, deri në 10 ditë dhe në fazën e parë, tazam për aktrim, vinë studentët me një monolog të përgatitur vetë, një poezi të përgatitur vetë, si dhe kanë teste tjera, test për kulturë të përgjithshme, kanë një esej duhet të shkruajnë, kanë një test për ritëm dhe për sens muzikor, kanë test për lëvizje, vallëzim, kështu me radhë, kështu që i kalojnë gjitha ato teste dhe në fund mblidhen pikët dhe them ata më të mirët kalojnë në rrethin e dytë. Në rrethin e dytë mandej punohet me profesorët, të cilët pranojnë klasë në atë moment, pra me mentorët potencial dhe gjatë disa ditëve është në punë të përbashkët, në punë direkte me mentorin e tyre të arshëm, studentët tanë punojnë së bashku dhe aty njihen shumë më mirë edhe profesori me studentin, po edhe studenti me profesorin dhe pas disa ditëve vetëm
ai vendim se kush duhet pranohet apo kush është shumë më kristal, shumë më i qartë dhe dalin rezultatet dhe merret vendimi i dytë. Dhe këtu më përfundon provimi pranues, studentët e ashëm do mund të regjistrohen. Diçka e ngjashme ndodh edhe në produksion. Atje sigurisht nuk ka nevojë që studentët përgatisin monologje ose gjëra të tilla. Ata kanë një po ashtu teste për kulturë të përgjithshme dhe eseje për shkruar. Për këtë testin për kulturë të përgjithshme, sepse shpesh kemi pasur pyetje të tilla se si mund të përgatiten studentët për një test për kulturë të përgjithshme. Përgatitje nuk ka për këtë test, për këtë test përgatiten studentët gjatë gjithë jetës tyre. Kështu që prandaj edhe është i kulturës të përgjithshme, pra aty ka pyetje rreth për letërsi, për filma, për muzikë, për gjëra të ndryshme, kryesisht të botës së artit, dhe janë thjesht pyetje sa për të parë se sa një student potencial i vini sa ka njohuri të përgjithshme për kryesisht për atë lëmi për cilën edhe konkuron. Cili është numri planifikuar i studentëve që do të pranohen këtë vit akademik? Ne, si të thash në fillim, nuk jemi fakultet i madh, pra nuk kemi shumë student, pranojmë pak dhe çdo vit pranojmë rreth 10 student. Kështu që edhe këtë vit presim të pranojmë rreth 10 student në drejtimin e aktrimit dhe po aq për produksion. Për produksion. Shumë mirë. Atëherë mund të na thoni si është një rëndësinë e drejtimeve teknike dhe vizuale si kamera, montazhi, ndriçimi, zërimi, skenografia në formimin e një artisti të themi të plot në fushën e artit skenik apo audiovizual? Këto janë gjëra pa cilat është pamundur të flasim për arte vizuale në përgjithësi. Dhe edhe tani në këtë moment ne jemi tulur në një skenografi dhe e gjithë kjo që e shohin shikuesit në shtëpitë e tyre është skenografi. Që kjo skenografi të arrijë bashkë me ne, sigurisht të arrijë deri te ata duhet të ketë një kameraman këtu, duhet të ketë një montazher, duhet të ketë një regjisor, një realizator e kështu me radhë. E gjithë kjo bisedë që ndodh mes neve është një lloj skenari. Janë pyetjet përgatitura nga ana juaj, cilave ju përgjigje mund e kështu me radhë. Dhe pra edhe pse në shikimin të parë ndoshta ne mund të mos i vërejmë këto gjëra si shikues të randomt, por këto gjëra ekzistojnë dhe këto gjëra janë kyçe për t'u marrë me këtë punë në përgjithësi. Qoftë për film, qoftë për teatr, qoftë edhe për televizion, siç është ky rast i ynë. Dhe pa këto gjëra është thjesht e pamundur dhe e pakuptueshme, pa kuptimta këto profesione. Dhe kështu që këto gjëra janë vërtet kyçe për t'u marrë me këto lëmi dhe jo vetëm që janë kyçe, po siç thash edhe më parë, dhe vetë përvoja jonë na tregon që studentët, sidomos për kamerë dhe montazh, që nga viti i tretë veç më janë jo të angazhuar, po të angazhuar, të stërngarkuar me projekte të ndryshme, të cilat ndodhin jashtë fakultetit dhe ku siç thash më parë, për fat keq kemi edhe raste të tilla ku disa prej tyre vinë apo detyrohen apo thjesht obligimet e shumta jashtë fakultetit u pamundsojnë që ta kryejnë fakultetin, kështu që bëhet fjalë vërtet për fusha lëmi të cilat janë jo vetëm të nevojshme, po janë edhe të kërkuara nga ta quaj tregu momentan. Cilat janë synimet kryesore të fakultetit në zhvillimin e këtyre drejtimeve gjatë viteve të fundit? Po, pak e prekëm këtë temë atë që thash që synojmë që të krijojmë një lloj studime filmike ku do t'i bashkojmë këto tre lëmi ndryshme dhe të krijojmë kuadra të reja të cilat do të kenë një njohuri më të gjerë dhe do të jenë më të përgatitur për t'u përgjigjur kërkesave të tregut dhe që do ta kryenin fakultetin brenda 3 viteve dhe të mos e humbin vitin e 4 dhe shkaku i vitit 4 të mbeten pa fakultet, të mbeten pa e kryer, pa diplomë, siç kemi raste të tilla. Dhe nga ana tjetër, po ashtu synojmë që këtë praks prej drejtimeve ndryshme që na paraqitet konkurse që i shpallim një herë në 4 vite, përpiqemi t'i shpeshtojmë, t'i bëjmë një herë në 2 vite,
me ato që përsëri nuk është synimi ynë që të prodhojmë shumë kuadro të cilët mandej nuk do ta gjejnë veten në treg. Përkundrazi, synimin e kemi që ta mbajmë përsëri po atë numër, vetëm se në vend që ta zëm çdo 4 vite të pranojmë nga 10 producent, ndoshta do mundemi të pranojmë çdo 2 vite nga 5 producent. Dhe në këtë mënyrë ata student potencial të cilët do donin studiojnë produksion, e marr si shembull produksionin, se kjo flas në përgjithësi për gjitha drejtimet, që do donin ta studiojnë një drejtim caktuar tani në fakultet, mos jenë detyruar të presin 2, 3 apo 4 vite, po të mundën të paktën çdo 2 vite t'ju ofrohet kjo mundësi. Sepse jemi sigur që gjithë e dimë se ndoshta në të kaluarën kjo formulë ka pasur sukses sepse edhe jeta ka qenë më pak dinamike, njerëzit kanë mundur të presin 2 vite apo kushtimisht thënë t'i humbin 2 vite apo studiojnë diçka tjetër brenda atyre 2 viteve dhe mandej të vinë te fakulteti jonë, ndërsa sot në këtë jetë dinamike asnjë i ri nuk do dëshironte që disi t'i humb 2 vite nga jeta e tij. Janë shumë vlefshme ato 2 vite, sidomos në atë moshë. Dhe prandaj synimi jon tjetër përveç këtij fuzionimit të studimeve është edhe kjo që konkurset bëhen spaku një herë në 2 vite dhe besoj që brenda viteve të ardhshme do mund të dalim me një program të tillë. A mendoni apo ndjeni se studentët në këto drejtime kanë mjaft hapësira për praktikën në ambientet reale pune në teatr? Po, sigurisht. Spari, ne vetë në fakultet kemi një lloj teatri, tani simulojmë teatr në një farë mënyrë, simulojmë studio televizive, simulojmë sheshgjerime filmike kështu me radhë, kështu që në një farë mënyrë i adaptojmë studentët tanë për atë se çfarë i pret mandej në jetën e tyre profesionale dhe nga ana tjetër përveç atyre simulimeve që i bëjmë ne në fakultet dhe këtu me siguri që mund ta cek edhe një gjë tjetër që e kemi në fakultet, ato janë disa projekte të ndryshme, një prej tyre është projekti Skena Akademike, skenë ku apo hapësirë ku për çdo të premte luhet nga një shfaqje studentore dhe shfaqje që studentët vetë e përgatisin për provimet e tyre. Kështu që ne si fakultet kemi një repertor të qëndrueshëm, të vazhdueshëm, të rregullt tonin, ku në një farë mënyrë sillemi pikërisht si një teatr profesional. Sigurisht që nëpër teatr profesionale pritet që ai repertor të jetë shumë më i shpeshtë dhe shumë më i dendur se sa vetëm një herë në javë, por ne duke pasur parasysh që qëllimi jonë kryesor është arsimimi dhe nuk e di, shitja e biletave apo mbajtja e repertorit, këtë e bën si një lloj simulimi të një teatri të vërtetë. Dhe po ashtu, veç këtyre projekteve, ne kemi shumë bashkëpunime, kemi memorandume për bashkëpunim me pothuajse gjitha teatrot profesionale në vend, dhe jo vetëm teatrot, edhe me produksione tjera, dhe siç thash më parë, shfaqjet, sidomos shfaqjet për diplomë, përgatiten për teatro profesionale, një pjesë e atyre mbeten mandej në repertorët e teatrove, vazhdojnë të luhen atje, student tanë angazhohen në për shfaqje teatrore, në produksione teatrore, në teatrot ndryshme, kanë leje për të angazhuar pas vitit të tretë, pra 2 vitet e para nuk e kanë këtë leje, edhe pse ndonjëherë dimë të bëjmë përjashtime, në rast se bëhet fjalë për ndonjë projekt të jashtëzakonshëm ose për diçka të ngjashme, atëherë dimë të bëjmë edhe përjashtime në ato raste, por kryesisht prej vitit të tretë gjithë studentët janë të lirë dhe bile i inkurajojmë që të jenë sa më aktiv, të marrin pjesë në për audicione, të jenë sa më afër teatrove dhe produksioneve të ndryshme për ta trasuar në një farë mënyrë rrugën e tyre profesionale dhe nga ana jonë kanë edhe shtytje dhe mbështetje për këtë gjë. Mund të na thoni se a ka bashkëpunime ndërkombëtare për këto drejtime që ndihmojnë në rritjen e cilësisë akademike të themi, por edhe përvojës praktike të studentëve? Sigurisht, ne jemi, do thoya jemi të parët ose ndër të parët nga rajoni që kemi pasur një projekt të tillë,
kemi bërë një festival studentor, cili quhet Skomrahi, që në përkthim do të thotë aktor lëvizës, aktor shëtitës, siç kanë qenë aktorët para shumë viteve kur nuk ka pasur institucione teatrore, por teatrin e kanë mbartur me vete nga ato që kanë shkuar. Dhe në këtë festival studentor marrin pjesë kryesisht vende dhe fakultete, akademi të ngjashme me fakultetin tonë nga rajoni, por jo vetëm, sidomos gjatë viteve të fundit e kemi përhapur këtë rrjet të bashkëpunimeve, jo tashmë nuk flasim vetëm për bashkëpunime rajonale, por bashkëpunime ndërkombëtare, dhe studentët tanë vinë në kontakt me studentë dhe moshatar të tyre nga vendet ndryshme, jo vetëm nga Evropa, po madje edhe nga Afrika, nga Azia, nga Amerika, kështu me radhë, që dhe vinë ata studentë huaj, vinë te ne dhe i prezantojnë, i luajnë shfaqjet e tyre, i prezantojnë filmat e tyre studentore, dhe në këtë mënyrë e shohim se ku jemi ne, çfarë punojnë të tjerët, çka punojmë ne, e krahasojmë pak veten me qoftë kurrikulat tona, metodat tona të punës, me metodën e tyre, kështu me radhë, dhe krahas kësaj sigurisht që mbahen edhe shumë punëtori, mbahen shumë masterclasse, mbahen shumë ligjërata të ndryshme, kanë pjesëmarrje ndryshme dhe studentët tanë për festivale tjera, pra jo vetëm që ne jemi të vetmi që bëjmë festivale, por edhe studentët tanë marrin pjesë në festivale. Tani e fundit ishte që studentët tanë shkuan morën pjesë në Cannes, kështu që jemi prezent gjithandej dhe nuk ndaleni, domethënë, me projektet të ndryshme. Dhe sigurisht që nga ana tjetër ekziston edhe mundësia në Erasmusit, programit Erasmus Plus, që lejon një mobilitet të studentëve dhe të kuadrit mësimdhënës. Dhe në fund mund na thoni cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata të rinj të cilët kanë talent ose e duan të futen në art. Çfarë do t'ju thoje atyre që për të ndjekur këtë drejtim? Po ndoshta hezitojnë, janë në hamendje të themi. Spari do të thoya që duhet ta ndjekin ata vetë ëndrrën e tyre. Nëse ata dëshirojnë që të merren me një punë, atëherë le të bëjnë çdo gjë që varet nga ata vetë për ta arritur atë qëllim. Nëse ka të rinj të cilët duan të merren me film, duan të merren me teatr, sigurisht që dera e parë ku do duhet të trokasin është dera e fakultetit tonë. Le të vinte ne në fakultet, ne gjendemi në Karposh, në Shkup, le të vinte ne, le të interesohen, do t'i marrin gjitha përgjigjet nga ana jonë. Jemi një staf i vogël, siç thash, në fakultet i vogël, gjithë njihemi mes vete personalisht dhe ato bariera birokratike nuk i kemi as pak. Dera, qoftë edhe dera ime si dekan në zyrën time është gjithë kohës e hapur, munden lirisht vinë direkt deri te unë, të marrin gjithë informatat prej meje në mënyrë direkte, të bisedojmë për çdo hamendje që mund ta kenë dhe nëse sepse sidomos te ne ekziston ajo shprehje që dhe sidomos sot në kohët e sotme ku njerëzit janë në një garë dhe luftë për të mira sa më të mëdha materiale, ekziston ajo shprehja dhe ai mendim i një lloj opinioni që në arte nuk janë fitimprurse. Unë nuk do pajtohesha komplet me këtë gjë. Përkundrazi mendoj që çdo lloj profesioni i cili kryhet mirë është fitimprurës dhe e vetmja gjë që më varet nga ne është që të përpiqemi ta kryejmë profesionin ton, ta kryejmë punën ton sa më mirë që mundemi dhe mandej fitimet do vijnë. Ju faleminderit edhe një herë që ishit në emisionin e mëngjesit të Ritmi i Ditës, që na i dha të gjitha këto informacionet, pikërisht tani kur jemi në prag të regjistrimeve në shkollimin e lartë. Faleminderit juve, ishte vërtet kënaqësi.
Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e parë, do më thënë të gjitha ata që e duan artin, që kanë ndonjë talent, qoftë në aktrim, qoftë në punë tjera që janë gjithë që bëhen pjesë e artit, lirshëm, edhe dekani i fakultetit ka dyert të hapur për ju, zotëri Besforti Drizi, kështu që lirshëm mund të shkoni të informoheni gjithçka lidhur me fakultetin. Rikthehemi sërish në studio, shkojmë me një pikë muzikore.